të nderuar kolegë deputet, të dashur qytetarë të Republikës Kosovës, u fol nga parafolësit edhe për Kushtetutën e Republikës Kosovës, edhe për Kosharen, dy ngjarjet jashtëzakonshme historike, me që rast shfrytëzoj rastin me uru qytetarëve të Republikës Kosovës për këtë datë, që është një datë e cila duhet të na thret në ndërgjegje që të punojmë çdo ditë dhe jo vetëm simbolikisht të shënojmë të data. Krizat e shkaktuara çdo ditë krejtësisht pa nevojshme na kanë larguar nga hallet dhe problemet e qytetarëve, na kanë larguar nga kërkesat konkrete të qytetarëve. Edhe unë këtë 3 minutë do ta shfrytëzoj rastin të flas po për Kosharen, po për betejën e Kosharës. Nuk do të thur elozhe për trimrin aty në bijve e bijave që kanë rënë heroikisht në betejën e Kosharës, por do të ras në përgjithësi Agjencinë për mirëmbajtjen, për menaxhimin e memorialeve, që urgjentisht të ndërmarr hapa konkret dhe të rinovoj emrat dhe mbiemrat e të vrarëve, të cilët dje pam të gjithë kush ishte për homazhet që janë të palexueshëm. Nëse ata shkruan me gjakun e tyre historinë dhe lirinë tonë, ne e kemi obligim që minimalisht të kujdesemi që emrat e tyre, varret e tyre të trajtohen me dinjitet. Është e pafalshme që familjarët kur të vinë në ditën përkujtimore, në Kosharë dhe në çdo memorial tjetër ku prehen dëshmorët e kombit, të shihen në agjendje të katandisur vend pushimet e tyre ose vend varrimet e tyre. Dje në Kosharë ishin prezent pjesëtar gjitha partive politike, prandaj sot nga kjo foltore kërkoj që urgjentisht të mirëmbahen ata gurë varrëve, shkruhen drejt e bukur emrat e tyre dhe llogot e ushtrisë shqiptare të Kosovës dhe të dhënat tjera që janë në gurë e varrëve të dëshmorëve të Kosharës. Lavdiu qoftë. Faleminderit deputete. Tani është radha e LDK-s, deputetja Janina Ymeri. Atëherë përshëndetje për gjithë, se nuk për isha minutat. Mirë shumë, faleminderit kryetare për fjalën, përshëndetje për gjithë kolegë deputet, përfaqësues të kabinetit si dhe mediave. Unë deshta me ngrit një çështje e cila është fshehja e informatave për anës qeveritare, gjithsesi për institucioneve të cilat deklarohen që janë të pavarura. Njëra është zyra rregullatore të energjisë, e cila i raporton kuvendit, dhe tjetra është ndërmarrja ose korporata energjetike e Kosovës ose KEK. Pyetjet janë: për KEK ka qenë sa është marrë thëngjell, edhe qysh komu shit thëngjillit që merret, për zëri ajo është dhënë licenca, ajo është ekstendu ose dhënë rilicencimi i Vuk Hamović ose pjesëtari mafisë energjetike, siç është thënë nga kryeministri. Problemi është që ju nuk jepni informata, ju i keni kap institucionet, edhe kjo është shumë e drejtë më ju thonë, për shkak që një qeveri i raporton kuvendit. Unë jam deputete, i përfaqësoj mbi 20.000 vota, jam nën kryetare e Komisionit të Ekonomisë, edhe thirrna me mbikëqyr sektorin energjetik edhe ato të tregtisë. Ju nuk jepni informata, shtrohet pyetja për kë jeni të punu, për çfarë agjende partijake jeni të hequr në këtë vend, kur për vendin e juve, gjithsesi për ku vend nuk jepni informatat. Tash komo në çat pozit që është dashur mi dërgua ankesë Agjencionit për Informatë dhe Privatësi. Pra jeni në gjendje me dhon pare, me pagu dënim për mos mi dhon informatat. Kujt po i mshefni dhe çka po mshefni? A keni thonë flanim mbi thëngjell? Sa ka thëngjell kallzani? Çka jeni të bo me thëngjell? Çka jeni të bo me licencat e mafisë energjetike? Pavarësisht se nuk më jepen informatat, unë këtu kam e konë çdo ditë m'ja rikujtu juve që ju i keni kap institucionet, jeni të i gry institucionet, edhe nuk jeni të dhonë transparencë për vetë paret tona. Para më ndaj një anë qatë ditë që paguni dënim me paret tona për mi mshef informatat për vetë financimin tonë. Edhe një herë, edhe çdo herë, do të më ju kallëzu këti populli edhe këti veni që ju jeni të i mshef informatat më të rëndësishme të këtij veni. Qysh është puna e thëngjillit për KEK, edhe jeni të mshef një informat që ka të bëjë me mafinë energjetike e që ju e keni rivazhdu kur keni ardhur bile e keni licencu në vitin 2021. Faleminderit.
Faleminderit deputete, tani është rada e grupit multietnik nën kryetaria e kuvendit, zonja Emilia Rexhepi. Zahvaljujem se, uvažena predsjednice Hadžiju, kolege poslanici, poštovani građani. Želim da danas istaknem jednu problematiku koju bošnjačka zajednica u Prizrenskom regionu ima dugi niz godina, a zapravo radi se o funkcionisanju Bošnjačkog kulturnog centra kojeg smo otvorili pre nekoliko godina i koji je u haotičnom trenutnom stanju. To je bio zahtevan projekat koga smo mi kao vlada finansirali od strane Ministarstva kulture i Ministarstva za zajednice uz podršku opštine Prizren, međutim njegovo funkcionisanje je već 5 godina u haotičnom stanju i pored toga je jako zapušteno i nalazi se u teškom stanju, a uložili smo više od $500.000 eura državnog novca. Zahtevam od ministarke kulture kojoj ćemo se obratiti u pismenoj formi da na najbolji mogući način u saradnju sa svima nama napravi status funkcionisanja Bošnjačkog kulturnog centra, iako je opština Prizren imala u obavezi već 5 godina da to preko skupštinske procedure završi taj proces, ali to nije urađeno. Čak pre neki dan je skinut i natpis Bošnjačkog kulturnog centra. Neko nam to svesno, sistematski radi godinama, a znate i sami da bošnjačka zajednica u Prizrenskom regionu je odmah posle albanske nacionalne zajednice po broju stanovnika i smatram da nikome ne odgovara da se narušava multietničnost našega grada. Bošnjački kulturni centar treba biti samo institucija koja će biti otvorena, koja štiti prava Bošnjaka, neguje kulturološke aktivnosti, čuva naš identitet, otvoren prostor za nevladine organizacije, otvoren prostor za naša udruženja, otvoren prostor za mlade aktiviste i na taj način zajedno sa svim zajednicama da kreiramo jedno moderno društvo u celini. Želim da se zahvalim svim turskim i romskim nevladinim organizacijama koje nisu uzele ključeve od strane Direktorijata kulture, odnosno opštine Prizren, na korišćenje, koji su vratili i jedan deo albanskih omladinaca koji se solidarisao sa svima nama, smatrajući da smo ga pod jako teškim okolnostima i problemima izgradili taj centar i nisu hteli da budu deo uzurpacije toga centra. Molim... Regjia, ju lutemja shton edhe 1 minutë nën kryetares Rexhepi. Hvala predsjednice, sa ovim završavam i u pismenoj formi ćemo se obratiti našoj ministarki kulture da preuzme inicijativu oko funkcionisanja izrade statusa kako bismo zaposlili jednog koordinatora, jednog čuvara i jednog čistača i bili otvoreno društvo da sarađujemo sa svom omladinom u našem gradu, čuvajući i negujući svoj identitet Bošnjaka. Hvala. Faleminderit nën kryetare. Tani është rada AK-s. Apo, po, deputetja Time Kadriaj.